votën e marë duhet dhe do ta kthejmë në dobi të çdo shqiptari, të çdo komuniteti, të çdo lagje, çdo qytet. Nuk është normale që unë të jem pjesë e diskutimit për buxhetin e bashkisë, duhet ishte kryetari i bashkisë, por ju e dini shumë mirë situatën si është zhvilluar, është për të ardhur keq, po ka shumë gjëra për të ardhur keq, kështu që përfundimisht s'ka që na vjen keq fare, po duhet të shohim përpara që çfarë nuk thuhet në këtë vend, po nuk është vetëm ky vend, është gjithë bota që jeton në një atmosferë të helmatisur nga dhjetrat e titujve në sekond që dalin në për faqet dhe ndërfaqet e botës digjitale, kur kryetari i bashkisë u mor nga zyra për të mbyllur në qeli, pa gjyq. Atëhere, për herë të parë e ngrita zërin lidhur me një proces në të drejtësisë, duke thënë që kjo është disproporcionale, për faktin se cila do qoftë arsyeja ose cila do qofshin arsyet pse drejtësia heton kryetarin e bashkisë janë të pamjaftueshme si arsye për sa kohë kryetari i bashkisë nuk ka vrarë njeri dhe nuk është kapur në flagrancë duke bërë një krip, për ta lënë Tiranën pa kryetar bashkie të zgjedhur. Qyteti ka nevojë për të zgjedhurin legjitim që ta drejtojë atë. Është gjë më normale. Dhe pavarësisht përpjekjes që bëm, përsëri nuk ja dolëm, sepse gjykata kushtetuese refuzoi t'i hap rrugë zgjedhjeve në Tiranë, vetë ka thënë që nuk mund bëhen zgjedhje në Tiranë sepse ai është i zgjedhuri. Atëherë duhet ta kthejnë në zyrë, në mënyrë që të normalizohet një situatë që është një situatë çdo ditë dhe më e vështirë për kryeqytetin. Por, thënë gjithë kjo, ne këtu jemi për të bërë më të mirën për qytetin. Ne këtu jemi për të dhënë të gjithë një dorë në kushtet kur ka një problem qyteti, që është mungesa e personit që ka zgjedhur. Njerëzit që jetojnë në këtë qytet duan shërbimet, gjë që ne duhet bëjmë çmos që t'i kenë. Dhe duke e vlerësuar maksimalisht rëndësinë e kësaj detyre, jemi edhe sot këtu, së bashku me Ogertën, që ishte dhe mbetet kandidatja jonë për të drejtuar Tiranën kur të vinë zgjedhjet.